Ndalo, kjo paralajmërim është për ty, dhe nuk është rastësi që po e sheh sot. Zoti ka qenë duke punuar në heshtje, në fshehtësi, në ato momente kur ti ke hequr dorë nga shpresa. Dhe sot, pikërisht sot, ka ardhur koha të tregoj se çfarë ka përgatitur. Bekimi që ke pritur me vite nuk është zhdukur, nuk është anulluar, nuk është dhënë dikujt tjetër, është ruajtur me emrin tënd, dhe koha e tij ka ardhur. Qëndro deri në fund, sepse ajo që do të dëgjosh sot do të ndryshojë mënyrën se si sheh gjithçka. Ka momente në jetë kur qielli hapet dhe Zoti flet me një qartësi të papritur. Momente kur gjithçka që ke pritur, gjithçka për të cilën ke lutur, gjithçka që ke mbajtur në zemër me shpresë të brisht, papritur merr kuptim të ri. Ky është një nga ato momente. Ky paralajmërim nuk është i rastësishëm, është mesazh i drejt për drejt nga Zoti për zemrën tënde. Ai ka parë çdo ditë të pritjes sate, ka numëruar çdo lot, ka dëgjuar çdo lutje, madje edhe ato që ke bërë pa fjalë, vetëm me rënkime të thella të shpirtit. Dhe sot ka vendosur, koha ka ardhur. Bekimi që ke pritur me vite nuk është vonuar pa arsye. Çdo ditë pritjeje ka qenë pjesë e një plani kaq të madh dhe kaq të saktë, sa vetë pritja do të ketë kuptim të ri kur ta shohësh rezultatin. Qëndro, dëgjo, sepse Zoti po të flet tani. Pyetja që ka mundur zemrën tënde për vite është kjo. Pse kaq gjatë? Ke bërë gjithçka si duhet, ke lutur, ke besuar, ke pritur, dhe megjithatë, bekimi nuk ka ardhur, dhe zemra fillon të pyes gjëra të frikshme. A jam i haruar? A ka ndryshuar Zoti mendim? A është shumë vonë për mua? Por dëgjo këtë të vërtet të thellë. Zoti nuk vonon kurrë pa arsye. Çdo ditë pritjeje ka pasur një qëllim specifik dhe të saktë. Ka pasur gjëra që duheshin rregulluar brenda teje, para se bekimi të vinte. Karakteri që duhej formuar, besimi që duhej thelluar, zemra që duhej pastruar. Sepse bekimi i madh kërkon njeriu e madh për ta mbajtur. Dhe Zoti ka qenë duke të formuar, pikërisht gjatë kësaj pritjeje të gjatë, në personin që mund ta mbajë dhe ta shumëfishojë bekimin që po vjen. Zoti nuk vepron kurrë pa lënë shenja. Dhe nëse i shikon me kujdes momentet e fundit të jetës sate, do të shohësh se shenjat janë gjithkund. Shenja e parë është paqja e papërshpjegueshme që ke ndjerë papritur, edhe kur rrethanat nuk kanë ndryshuar. Shenja e dytë është një ndjesi e brendshme e fortë se diçka e madhe po vjen, një siguri që nuk mund ta shpjegosh me fjalë, por që nuk largohet. Shenja e tretë është mbyllja e dyerve të gabuare, mundësi që nuk funksionuan, rrugë që u bllokuan, plane që shembën, jo si dënim, por si drejtim hyjnor drejt derës së duhur. Shenja e katërt është lodhja e thellë e pritjes, kur ndihet se nuk mund të presësh më. Ky shpesh është momenti pikërisht para se Zoti të veprojë. Dhe shenja e pestë dhe më e fuqishmja është fakti që je këtu sot, duke dëgjuar këto fjalë. Zoti të ka sjellë këtu me qëllim, dhe ky qëllim është të tregojë se bekimi yt është afër. Mendja njerëzore ka kufi, dhe ajo që Zoti ka përgatitur për ty kalon çdo kufi të imagjinatës njerëzore. Kur ke lutur për bekimin tënd, ke pasur në mendje një version të caktuar, një formë specifike, një kohë specifike, një mënyrë specifike. Por Zoti ka pasur në mendje diçka shumë më të madhe, shumë më të bukur, shumë më të plot. Ai nuk përgjigjet vetëm me aq sa ke kërkuar, përgjigjet me bollëk të pafund. Bekimi që ke pritur me vite nuk do të vijë i varfër dhe i shveshur, do të vijë i mbushur plot, i rrethuar nga gjëra që nuk i ke pritur dhe nuk i ke imagjinuar, sepse Zoti njeh nevojat e zemrës sate më mirë se ti vetë. Njeh çfarë do të të gojë vërtet të lungur, jo për një moment, por për gjithë jetën, dhe ka planifikuar pikërisht atë. Jo kompromis, jo gjysmëzgjidhje, por bekimin e plot, të vërtet dhe të përjetshëm që zemra jote ka kërkuar prej kohësh. Historia e besimit është e mbushur me njerëz që pritën vite, madje dekada, dhe pastaj morën bekimin e Zotit në mënyrën më të papritur dhe më të mrekullueshme. Mendoje Abrahamit dhe Sarës, që pritën 25 vjet për premtimin e Zotit. 25 vjet lutjesh, shpresash, zhgënjimesh dhe pritjesh. Por kur erdhi bekimi, erdhi kaq i plot dhe kaq i mrekullueshëm, sa vetë Sara qeshi nga gëzimi i pabesueshëm. Mendoje Jozefit,
që priti 13 vjet në përsklavëri dhe burg, para se bekimi I Zotit të shfaqej plotësisht. Por kur erdhi si kryeministër I Egjiptit dhe shpëtoi miliona jetë. Çdo vit pritjeje kishte një qëllim, çdo ditë vuajtjeje kishte një kuptim, dhe bekimi I tyre ishte kaq I madh sa përfshinte jo vetëm ata, por breznit të tëra pas tyre. E njëjta gjë vlen për ty. Bekimi yt nuk është vetëm për ty, është për të gjithë ata që Zoti do të prek nëpërmjet teje. Bekimi I madh kërkon përgatitje të madhe, dhe përgatitja nuk fillon kur bekimi vjen, fillon tani, në pritje, në këtë moment kur duket se ende asgjë nuk ka ndryshuar. Hapi I parë I përgatitjes është mirënjohja. Fillo të falenderosh Zotin tani, para se të shohësh bekimin. Jo pas, tani. Mirënjohja hap zemrën dhe e bën gati të marrë. Hapi I dytë është pastrimi. Lër çdo gjë që të mban prapa. Hidhrim vjetra, fajsi të panevojshme, marrëdhënie toksike, zakone që të dobësojnë. Bekimi I ri nuk mund të hyjë në enë të mbushura me gjëra të vjetra. Hapi I tretë është pozicionimi. Vendosu aty ku Zoti mund të gjejë. Në lutje, në bashkësi, në shërbim ndaj të tjerëve. Hapi I katërt është vendosmëria. Vendos sot se pavarësisht sa gjatë të duhet të presësh akoma, nuk do të heqësh dorë, nuk do të largohesh, nuk do të ndalosh së besuar, sepse bekimi yt nuk ka arritur ende, por është duke ardhur me shpejtësi drejt teje. Një nga gjërat që shumë njerëz nuk e dinë për bekimet e Zotit është kjo. Ato shpesh vinë në mënyrën më të papritur dhe nga drejtimi më I papritshëm. Ke pritur bekimin të vi nga një drejtim, dhe Zoti e dërgon nga drejtimi I kundërt. Ke pritur në një formë dhe vjen në një formë krejtësisht tjetër. Ke pritur nga një person dhe vjen nga dikush që nuk e ke pritur kurrë. Kjo është natyra e Zotit. Ai është krijuesi I pafund I rrugëve të papritura. Nuk është I kufizuar nga logjika jonë njerëzore. Nuk është I kufizuar nga pritshmëritë tona. Nuk është I kufizuar nga mënyrat që ne konsiderojmë të mundshme. Ai hap rrugë në shkretëtir dhe lumenj në vendet e thata. Ai bën gjëra të reja që syri nuk I ka parë dhe veshi nuk I ka dëgjuar. Prandaj, mbaj syt hapur në çdo drejtim. Mos e kushtëzo bekimin tënd me një formë të vetme. Lëre Zotin të befasoj, sepse mënyra e Tij është gjithmonë më e bukur se çfarë ke imagjinuar. Zoti nuk të ka lënë të presësh pa premtime. Faqe pas faqeje, në çdo libër të shenjtë, Ai ka lënë fjalë specifike për ata që presin bekimin e Tij me besim dhe durim. Premtimi I parë: Zoti do të plotësoj çdo nevojë tuaj sipas pasurisë së Tij të lavdishme. Jo disa nevoja, çdo nevojë, e financiare, e shëndetësore, e marrëdhënieve, e shpirtërore, të gjitha. Premtimi I dytë: ata që mbjellin me lot do të korrin me gëzim. Çdo lot që ke derdhur gjatë kësaj prihjeri të gjatë është fare mbjell në tokën e bekimit, dhe korja po vjen, e mbushur me gëzim të pafund. Premtimi I tretë: asnjë e mirë nuk do t'u mungojë atyre që ecin në rrugën e drejtë. Asnjë gjë e mirë. Kjo do të thotë se bekimi që ke pritur, nëse është e mirë për ty, do të vijë, pa dështim, pa përjashtim. Premtimi I katërt: kërko dhe do të gjesh, trokit dhe dera do të hapet. Dera e bekimit tënd do të hapet. Jo ndoshta, do të hapet. Zoti e ka thënë dhe Zoti nuk gënjen kurrë. Ndërsa bekimi yt final po vjen, ka gjëra specifike që mund të bësh sot për të përshpejtuar dhe për të qëndruar në pozicionin e duhur për ta marrë. E para, vazhdo të besosh edhe kur nuk sheh. Besimi nuk është ndjenjë, është vendim I rinovuar çdo ditë. Edhe kur zemra është e lodhur dhe syt nuk shohin asgjë, vazhdo të zgjedhësh besimin. E dyta, fol bekimin tënd. Mos prit ta shohësh për ta besuar, beso për ta parë. Fjalët kanë fuqi krijuese dhe kur flet me besim për bekimin që po vjen, po bashkëpunon me Zotin në realizimin e tij. E treta, vepro si njeriu që ka marrë tashmë bekimin. Merr hapat e përgatitjes, hap hapësirën, bëhu gati. Zoti shpesh pret të shohë besim të vepruar para se të dërgojë bekimin e premtuar. E katërta, shpërndaj bekimet e vogla që ke tani. Ai që është besnik në të vogël, do të besohet me të madhe. Çdo gjest I vogël mirësie, çdo ndarje e vogël bujaris, hap rrugën për bekimin e madh që po vjen drejt teje me shpejtësi. Kemi arritur në fund të këtij paralajmërimi hyjnor dhe shpresoj që zemra jote tani është e mbushur me një siguri të re dhe një shpresë të rinovuar. Bekimi që ke pritur me vite nuk është zhdukur, nuk është anulluar, nuk është dhënë dikujt tjetër.
është ruajtur me kujdes, me dashuri, me precizion të përsosur, me emrin tënd të shkruar mbi të. Dhe koha e tij, koha e saktë dhe e përsosur e Zotit, po afrohet me çdo ditë që kalon. Sot dua të të lë me një sfidë të thjeshtë, por të fuqishme. Merr një moment tani, pikërisht tani, dhe thuaj Zotit me gjithë zemrën: O Zot, besoj se bekimi im po vjen. Besoj se ke punuar gjatë gjithë kësaj pritjeje. Besoj se koha e tënde është e përsosur. Dhe sot zgjedh të besoj plotësisht, jo sepse shoh, por sepse ti ke premtuar, dhe premtimet e tua nuk dështojnë kurrë. Kjo lutje e thjeshtë, e bërë me zemër të sinqertë, mund të jetë pikërisht çelësi që hap derën e bekimit tënd, sepse Zoti pret besimin tënd aktiv, jo vetëm pritjen pasive. Nëse kjo video preku zemrën tënde sot, shkruaj bekoj në komente. Dua ta di se sa zemra janë gati të marrin bekimin e Zotit. Ndaje këtë video me dikë që ka pritur gjatë dhe ka nevojë të dëgjojë këtë paralajmërim sot. Abonohu dhe aktivizoj njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbaj mend gjithmonë, bekimi yt nuk është vonuar, është duke ardhur saktësisht në kohën e duhur.